Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit. Sot jemi në klinikën onkologjisë në ÇKUK dhe do të flasim rreth një aparaturës që ndihmon në parandalimin e rrënjëve të flokëve gjatë kimoterapisë. E këtu pranë meje kam drejtorin e klinikës, Ilir Kurtishi, i cili do të na tregojë më gjërësisht rreth kësaj pajisjes. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Ju lutem. Po, si se përmendet, ne jemi furnizuar me një aparatur donacion nga një kompani këtu në Kosovë, e cila nga vullneti i mirë na ka donu këtë aparatur, e cila do të shërbej për pacientët tanë të cilët kanë nevojë të kenë disa nga ta, pra që rrëmja e flokëve të jetë më e vogël dhe mund ta përdorim këtë aparatur. Meqense janë ditë e para dhe kemi filluar një trajnim me këtë aparatur nga stafi i cili e ka sjellë këtë pajisje, shpresojmë që ditën e vazhdim infermierët tanë së bashku me përgjegjësit të funksionalizojnë aparaturën dhe javën tjetër dhe 2 pacientë brenda ditës, meqense aparatura ka 2 njësi, ne i përcaktojmë ata pacientë varësisht e llojit të citostatikëve të cilët mund të kenë efekt më të madh apo më të vogël në rrënjën e flokëve dhe sipas rekomandimeve që ka aparatura, ne të fillojmë edhe ta përdorim në praktikë. Gjatë bisedimeve me pacientët ka qenë e nevojshme, cilat kanë qenë ato kritikat pak a shumë ose kërkesat e pacientëve lidhur me rrënjën e flokëve, po e lidhur edhe me gjërat e tjera? Patjetër, ato do të brenga më e madhe e pacientëve është pikërisht në aspektin fizik të jashtëm edhe rrëmja e flokëve ose e bën që pacienti të ndihet jo komfort. Dhe ne shpresojmë që me këtë aparatur dhe disa nga ato të cilët shpresojmë të kemi shpejt si donacion, meqense na janë premtuar edhe një moringa do spaku 5 deri në 8 të tilla muajve në vazhdim ose gjatë fillimit vitit të ardhshëm, ne të kemi mundësi që një numër më të madh pacientë, të cilët i përcaktojmë prapë sipas llojit të ilaçeve që i marrin dhe të fusim në këto aparaturë dhe pastaj ata të kenë një rrëmje më të paktë të flokëve dhe të ndihen komfort gjatë gjithë kohës trajtimit onkologjik. Gjatë kohëve të fundit edhe infrastruktura në klinikë ka ndryshuar për mirë dhe pacientët janë më komod, pra marrin trajtimin e duan. Cilat janë ato ndoshta më mungese që pritën të vinë? Kushtet janë infrastruktura është përmirësuar dukshëm, mirë po klinika onkologjisë pa gjithmonë ka nevojë edhe për hapësira të reja dhe ajo që po ballafaqohemi dhe jo vetëm ne, po gjitha klinikat e ÇKUK-s është do të kemi staf infermieror na vyn akoma më shumë, meqense ka shërbime të reja, ka shërbime të cilët kërkojnë që të kemi një staf në numër dishmë të lartë të infermierëve që punë të ecin edhe më mirë dhe të kemë do të një shpërndarje të obligimeve gjatë ditës në mënyrë më të mirë. Por në përgjithësi do të përpost infrastrukturës, pra siç e keni vërejtë edhe më herët kur u futet këtu klinika është komplet e renovuar si spital ditor dhe si shërbim 24 orë. Ne kemi rritur kapacitetet nga 40 shtetër, sot kemi 110 shtetër. Dhe në këtë formë kemi bërë një klinikë shumë funksionale edhe në anën tjetër kemi edhe risi tjera, shumë shpejt do të kemi edhe aparaturën e tretë të rrezatimit dhe bunkerin e tretë me 500 metër katror në shërbimin e radioterapisë edhe në njëjtën kohë do të kemi pajis këto 3-4 muajt e fundit edhe me barna të reja për trajtimin e smundjeve të gjirit dhe të lëkurës dhe në këtë mënyrë klinika onkologjisë gradualisht ose shkallë për shkallë, hap pas hapi do të rritë cilësinë e trajtimit të pacientëve onkologjik. Sa është numri i pacientëve që po marrin trajtimin në onkologji? Numri i pacientëve variron nga dita në ditë, po mesatarisht do të rreth 250 pacientë e frekuentojnë klinikën në shërbimin e onkologjisë ditore dhe rreth 120 dhe 150 pacientë në shërbimin e radioterapisë, pra është një klinikë e cila ka një volumen të lartë të punës dhe një numër shumë të lartë të pacientëve të cilët gjatë gjithë kohës trajtohen dhe ofrohen shërbime onkologjike në klinikën e onkologjisë si e vetme klinikë publike e cila jep ose ofron këto shërbime. Përpos një degë të klinikës onkologjisë, të cilën ne e kemi në Prizren, një nëndegë vogël e cila një herë në muaj ofron shërbime onkologjike për pacientë e regionit të Prizrenit për kancer të gjirit dhe kancer të prostatës dhe shpresojmë që viteve në vazhdim, meqense vetëm se kanë ardhur 2 specializantë të ri nga regioni i Prizrenit, ato viteve në vazhdim ata specializantë ndoshta edhe do ta funksionalizojnë edhe më shumë këtë shërbim
dhe pacientë cilët gravidojnë nga regjoni Prizreni do të kenë mundësi që këto shërbime onkologjike të domosdoshme dhe ato bazike të i marrin në Prizren. Nderuar, faleminderit shumë për gjitha këto informata që ndodh me shikuesit tonë dhe ne takohemi në tema të tjera dhe shpresojmë që pacientët të gjejnë shërim, po ashtu që ju jeni herojt e pacientëve gjithë neve. Ju faleminderit shumë dhe ne ju apelojmë gjithë qytetarëve tanë që të kenë një qasje më proaktive për shëndetin e tyre dhe të mos hezitojnë pra të shkojnë te mjeku atëherë kur është e domosdoshme dhe kur është e nevojshme dhe në asnjë mënyrë të mos marrin mendime apo trajtime jo të bazuara apo dhe këshilla për njerëzve jo profesionistë, po të shkojnë spaku te mjeku familjar dhe pastaj të ndjekin rrugën derisa të gjejnë zgjidhje për problemin e tyre. Faleminderit shumë i nderuar. E Agnesa, me kaq po e përmbylli këtë lidhje direkte, nëse nuk keni ndonjë pyetje, linjën po e kaloj tek ju në studio.